Ju klasën e 4 të keni bërë 2 herë, apo jo? Kë? Klasën e 4. Po. Si u ngelën një herë? Ishte provim shteti në klasën e 4 fillore. Ishin bashkënjartim i vogël, pa kreshta, dhe disa ushtrime aritmetike. Ky ishte provimi. Tani, problemi ishte që unë bësha me boj, kështu. Gjithmonë kjo dora, se ishte me penë dhe me atë zinën që i thoshin. Ju duhet të me boj. Ajo lëshon të boj. Fap tjetër, dhe artimi im doli një letër e luer me boj. Më lasësha këtu, në klasë të 4, fillore. Dhe unë do kisha ngelur tër jetën time në klasë 4, sikur në vitin e 2 të klasës 4, mos kisha ardhur profesor Bardyli, që ishte vllai i Zyshës, ishte nëndërtori i shkollës, që ishte zotëri. Ai erdhi, u fut në zjati kokën, pa një fëmijë të luer me boj nga koka ndër. Erdhi, më përgdheli, mbaj mend, më fërkoi kokën, dhe kështu, do më thonë, dhe unë ndjeva që shiko, do bëjmë në një mos u mërzit. Ishte, si me të nën teksi. Lavdia i tha, hajden që këtu, të motrës, erdhja, urdhova Bardyli i tha. Po mi më ka që trashi e i tha. Shtë lutëm shumë se jemi në provim. Që provim, i tha, pa nuk i jep do të një laps këti fëmije. Më tha lapsin kalova. Ka që thjesht ishte.